Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndryshuar destinacion dhe për të kaluar tek familja Eli. Ju e dini shumë bukur që Kiara dhe Luizi në një fest maramëndëse, në një fest shumë të madhe, festuan ditëlindjen e parë të gocës së tyre, Luna Maris. Të ftuar miq, dashamirë, familjar, koleg pune, koleg artist, të cilët kishin ardhur për të kremtuar dhe festuar ditëlindjen e parë të Lunës, ishte një fest fantastike. Por publiku në fakt ka përzgjedhur që Kiara të flet, të del në një intervistë, të flet për ditëlindjen dhe për Lunën e saj të dashur. Pas një val kritikash të ashpra në rrjet lidhur me veshjen që Kiara Tito zgjodhi të bënte për ditëlindjen e parë të vajzës së saj, Lunës, moderatorja e njohur ka vendosur të mos qëndroj më në heshtje. Në vend që të injoronte komentet plot ironi, edhe para gjykimin, më falni, Kiara zgjodhi të reagoj me elegancë, klasë dhe një përgjigje që mbarte brenda vetes një mesazh të qartë. Ajo që ndonjëherë shihet si e pazakontë është thjesht para kohe për ata që nuk e kuptojnë stilin. Në një postim në Instagram, Kiara ndau me ndjekësit një imazh të rrallë nga sfilata ikonike në Chanel, pranver ver 2002, duke zbuluar se pikërisht aty qëndronte frymëzimi për fustanin e saj, për fustanin e ditëlindjes së Lunës, u frymëzuam nga një sfilat Chanel, koleksioni pranver ver 2002. Për të gjithë kritikët, shkroi ajo, me një ironi të hollë që dëshmon qartë vetë dijen e saj për zhurmën që kishte shkaktuar veshja, nuk u ndal me kaq. Me një qetësi që vetëm një nënë e sigurt në rolin e saj mund ta ketë, ajo shtoi, dhe jo nuk kisha vap, isha super rahat. Një përgjigje për të gjithë ata që sugjeruan se veshja nuk ishte e përshtatshme për një ngjarje familjare apo për klimën e asaj nate. Ky reagim nuk ishte thjesht një shpjegim i një zgjedhje estetike, ishte një deklaratë, një qëndrim ndaj një shoqërie që shpesh kërkon perfeksionin dhe uniformën e gjithçkaje që dëshirojnë të vënë ato, dhe sidomos nga figurat publike. Kiara zgjodhi të rikujtojë se stili është personal, i frymëzuar, i menduar, jo në koncesion ndaj pritshmërive të masës. Në vend që të justifikohej, ajo tregoi se çdo detaj i asaj veshje ishte i mirë menduar dhe kishte një burim frymëzimi artistik e historik. Nuk ishte thjesht një fustan, ishte një homazh ndaj modës së lartë, ndaj një epoke që solli guxim dhe identitet në pasarel. Dhe mbi të gjitha ishte një ditë e shënuar për të, dita kur festoi një vit që nga ardhja në jetë e vajzës së saj, Luna Maris. Në kontekst, çdo gjë që zgjodhi, nga fustani deri te buzëqeshja, ishte një reflektim gëzimi, krenarie dhe emocioni asaj dite, jo një objekt analize për kritikët e rrjeteve sociale. Në këtë reagim, Kiara Tito tregoi edhe një herë se është shumë më tepër se sa thjesht një figurë televizive. Ajo është një grua që mbron zgjedhjet e saj, një nënë që i qëndron besnike stilit dhe dinjitetit të saj, dhe një personazh që përkundër zhurmës nuk humb qetësinë as klasin. Në fund të fundit, ndoshta pyetja që duhet bërë nuk është pse Kiara zgjodhi atë fustan, por a jemi ne ende të mbyllur ndaj gjithçkaje që sfidon shablonet? Dhe përgjigjja e Kiarës është e qartë, ajo nuk ka nevojë për miratim, ka stilin e saj dhe atë e mban me shumë krenari. Tani dua të flas pak për këtë video, dua pak të ndaloj. Nuk e kuptoj pse shqiptarët janë kaq gjykues dhe paragjykues çfarë fustani veshën kjo goca për ditëlindje. E para një herë, unë dua ta përgëzoj Kiarën për seriozitetin që po tregon. Është një grua e martuar, është një nënë e një fëmie dhe në këndin e një personazhi publik ka përzgjedhur që të mos vi cirkus me veshje, që të reklamoj trupin, të reklamoj gjoksin, të reklamoj vithet, siç po bëjnë disa nëna personazhe publike që po dalin nëpër media, por Kiara ishte një zonjë nderuar që kishte respektuar të gjithë të ftuarit në festën e saj, domethënë kishte respektuar që nga vjera e vet deri tek prindërit, kushërinjtë e të gjithë rrethin.
Kiara nuk ishte shkuar aty për t'u reklamuar, sepse nuk ishte në Portokalli. Në Portokalli Kiara ka veshur fustane tërheqëse, ka veshur fustane të hapura, të bukura, në këndin e një moderatore të spektaklit. Por në festën e Lunës, për mendimin tim, ishte një zgjedhje superiore, ishte një zgjedhje mirë menduar dhe një zgjedhje që Kiarën e nxori tipike një grua të mrekullueshme shqiptare. Njëkohësisht më pëlqeu që kishte bërë dhe kombinimin me fustanin e parë të Lunës dhe më pas fustani i dytë i Lunës ishte një fustan ngjyrë blu me ca gur, do me thënë kishte bërë një ditëlindje tamam të një gruas pa mos të kaluar veten e saj dhe njëkohësisht duke respektuar dhe pozicionin e Luizit në këndin e burrit në këtë mes. Kiara ishte veshur shumë bukur, nuk ishte e tepruar, nuk ishte e çmendur, ishte një gocë e mirë realizuar dhe kishte përzgjedhur një stil fantastik për veten e saj. Dua të marr mendimin tuaj në këtë koment që në fakt Kiarës janë vërsulur shumë keq.